Si ka zbrit Kurani, se më pyeti ditë një vëlla tha, unë nuk e kuptoj këtë punë, tha, si ka ndodhur kjo punë. Pra Kurani, siç thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ka zbrit nga Lauhi Mahfudh. Ç'është Lauhi Mahfudh? Është ai libri database i universit, ku Zoti në të ka shkruar gjithçka çfarë do të ndodhi deri në ditë Kiametit. Dhe prej ndodhive që do të ndodhin deri në ditë Kiametit ka qenë dhe zbritja e Kuranit. Cili është Kurani? Është i shkruar atje. Natën e Kadrit ka zbrit i gjithë, si më thon, një kopje e tij, ku në Beitul Izza. Beitul Izza është si Qabja në qiellin e dynjas. Dhe ka ardhur një kopje aty. Pastaj ka zbrit mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pjesë, pra, si më thon, Iqra, El Qadr, e surat e tjera, si mas kohës, pyetjes, shkakut, arsyes, e kështu me radhë. Pra Xhibrili alayhi salatu wasallam e merrte nga Zoti. Faktikisht ajo që Xhibrili merrte nga Zoti ishte në Beitul Izza. Për këtë arsye, në çdo Ramazan vinte Xhibrili tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e përsërisnin bashk Kur'anin sa ishte mësuar për një vit. E zbritëm, këtu ka edhe një, si më thon, ishare, ka një sinjal që Kurani ka zbrit nga lart poshtë, pra Zoti është lart. Thot e zbritëm. Lejletul Qadr, natën e Kadrit. Kemi thënë, nata e Kadrit e ka marrë këtë emër për disa arsye. Një, tregon vlerën dhe madhështinë. I thonë arabët, në gjuhën arabe, shay'un dhatu qadr, diçka me vlerë të madhe. Për këtë arsye është quajtur nata e Kadrit. Kanë thënë tani, a ka qenë natë e madhe për këtë arsye Zoti zgjodhi që të zbresin të Kuranin, apo është bërë natë e madhe sepse në të zbriti Kurani? E më saktë është kjo e dyta. Ka marrë vlerë nata e Kadrit sepse në të ka zbrit Kurani. Kuptimi i dytë i fjalës Kadr është kader. Pra nata e Kaderit. Çfarë ndodh natën e Kadrit? Rishkruhet edhe një herë për gjithë secilin fati i vitit. Fati i ribër, si më thënë, jo ai i vjetri. Sepse njeriu t'i shkruhet fatin në barkun e nonës, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo njeriu në barkun e nonës kur mush 4 muaj vjen meleku dhe i shkruan fatin e jetës tij. Dhe ky fat është i ndryshueshëm në bazë të përkushtimit apo shturjes njeriu në jetë. Ka thënë Zoti në Kur'an: Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Zoti fshin dhe lën çfarë të dojë nga ajo që është shkruar, ndërsa libri nuk ndryshon. Pra ke Lauhi Mahfudhi janë parashikuar të dyja, ndërsa në barkun e nonës është parashikuar vetëm ai që është i ndryshueshëm, ndërsa në Lauhi Mahfudh janë parashikuar të dyja. Kuptim tjetër që ka është fjala pra Kadr, që themi nata e Kadrit, ka kuptimin e diçka që është me ngushtim ose kur diçka është pak. Wa man qudira alayhi rizquhu, thot Zoti në Kur'an, e kush nuk ka diçka e pak, kush ka pak. Pse ka marrë këtë emër? Kanë thonë natën e Kadrit s'mbetet gjë në tokë bosh. Paksohet e keqja ose zhduket fare. Për shkak të kujt? Për shkak të zbritjes së melajkeve, pra zbresin melajket dhe mbushet toka dhe s'mbetet në tokë asnjë pllëm bosh, pra mbushet me melajke toka atë natë.